Dua të shpreh solidaritetin tim mbi situatën shëndetësore të ish zëvendës ministres së shëndetësisë, Mira Rakacolli, edhe armikut më të keq. Unë si njeri nuk i uroj të keqen, as i dua të keqen. Uroj që me çdo situatë shëndetësore që po përballet t'ia hedh, por dua të flas për parimin. Pse një titullar i rëndësishëm i shëndetësisë shqiptare nuk i beson asaj që vetë ka krijuar, ndërtuar dhe punuar? A nuk është onkologjiku me standarde? A nuk është me protokolle ndërkombëtare? A nuk është ky spitali ku shteti na thotë çdo ditë se trajtohen pacientë si në Europë? Atëherë pse nuk sëmuret një përfaqësuese e lartë e qeverisë dhe shkon aty? Pse nuk i beson mjekëve dhe terapive të onkologjisë në Shqipëri, por zgjedh mjekimin jashtë vendit, a nëpër klinika private? Le ta kujtojmë, disa vite më parë qeveria shqiptare vendosi t'i paguante zonjës Mira Rakacolli 30 milion lek për trajtimin e saj onkologjik jashtë vendit. Pra shteti vetë pranoi se onkologjiku nuk mjafton për të kuruar një zëvendës ministre. Po për qytetarët e zakonshëm, të cilët nuk kanë vendime qeverie miliona lek në dispozicion, çfarë ndodh? A thua vallë jeta e tyre vlen më pak? A vlen më pak jeta e qindra grave që nuk kanë marrë në momente të caktuara trajtimin për kancerin e gjirit? A vlen më pak jeta e grave që nuk bëjnë dot barki terapi? A vlen më pak jeta e nën Havas, së cilës i qelloi të përballej me kancerin e gabuar? Se medikamenti që donte ajo ishte i parimbursueshëm, ndërsa ata me kancer lëkure e mushkërie ishin të rimbursueshëm. Ky është realiteti i hidhur. Onkologjiku shërben vetëm për propagandë, ndërsa kurse muren vetë ata që na e shesin si spital model, ikin jashtë Shqipërisë.